Të investosh me skemën kombëtare nuk do të thotë që do pasurohesh, por do ulësh kostën e prodhimit që ti të dalësh me një përfitim më të madh dhe të dalim me një konkurrim edhe nga vendet e unit dhe mbështetjen që ne kemi kryer. Por në të gjithë skemën kombëtare nuk ka mjaftuar që ne të mbulojmë të gjithë këtë proces. Dhe qeveria shqiptare këtë vit për herë të parë ka vendosur dhe 10% të çdo fature që fermerët do të çojnë në treg. Pra, çdo produkt, çdo gjë që ne çojmë në pikën e grumbullimit, në agroturizëm, që do të shesin vaj ulliri, ulli, speca, qumësht, mishin, çdo gjë. Nëse ne do të marrim autofaturën dhe do ta depozitojmë në 6 mujorin e parë pranë tatimeve, do të marrim 10% të sasisë. Pra, përveç skemës kombëtare që ato mbështeten, dhe do të marrin dhe 10% të çdo produkti që do të çesë.